3 persona u arrestuan dhe një tjetër u shpall në kërkim gjatë operacionit antidrog të zhvilluar në zonën turistike të Shëngjinit. Sipas bluve, specialistët e sektorit për hetimet të narkotikëve si rezultati i veprimeve intensive të kryera në drejtimin e prokurorisë për goditjen e veprimtarisë kriminale të shitjes së lëndëve narkotike, në bashkëpunim me forcat e posaçme operacionale, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të kuduar kamuflimi. Si rezultati i operacionit, u arrestuan në flagrancë shtetasit kosovar Altin Gashi, 21 vjeç, dhe Ermal Tahiri, 28 vjeç, të dy banues në Kosovë, dhe shtetasi francez Salim Bojkesh, 43 vjeç, banues në Francë. Gjithashtu u shpall në kërkim shtetasi kosovar Ardian Gashi, 30 vjeç, banues në Kosovë. Nga hetimet e kryera dyshohet se këto shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin shitën doza të lëndëve të dyshuara narkotike në zonën turistike të Shëngjinit, ku gjatë kontrollit fizik 3 shtetasve të arrestuar u gjetën doza të lëndëve narkotike. Nga kthyrja e celularëve të sekuestruar u gjetën komunikime të këtyre shtetasve për organizimin e kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa vijon puna për kapjen e personit të shpallur në kërkim dhe për identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Ndërkohë, materiali procedurial i kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme, për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve kryer në bashkëpunim.